Një lokal në fshatin Bajs të qarkut Shkodër është zbuluar nga policia si ambient ku dyshohet se shitej kokainë dhe organizoheshin lojra fati të palishme. Gjatë kontrolleve të ushtruara nga policia e qarkut Shkodër në ambientet e lokalit, uniformat blu gjetën dhe sekuestruan doza të lëndës narkotike kokainë, 4 telefona celular dhe një makinet për lojra fati. Po ashtu u sekuestruan edhe pije alkolike të dyshuara të kontrabanduara, si dhe një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga aktiviteti palishëm. Sipas policisë, subjekti ku ushtroi aktiviteti nuk rezultonte i regjistruar në organet kompetente. Në përfundim të operacionit, u arrestua në flagrancë pronari i lokalit, 26 vjeçari Gabriel Popaj, banues në fshatin Vukpalaj. Aksioni u zhvillua nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, si dhe seksioni për hetimin e narkotikëve me mbështetjen e forcës së posaçme Shqiponja. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.